Ky është horoskopi për datën 7 shkurt 2026. Çdo koment mund ta lini më poshtë në fund të videos. Faleminderit. Dashi. 7 shkurti të gjen më të vetëdijshëm për energjinë që po shpenzon. Dita kërkon që të mos reagosh menjëherë, por të mendosh një hap përpara. Nëse e kanalizon forcën tënde drejt një qëllimi konkret, arrin rezultate të kënaqshme pa u ndier i lodhur emocionalisht. Ritmi i ditës është më i qëndrueshëm nëse shmangni debatet e panevojshme. Në planin financiar është ditë për kontroll dhe rishikim. Shpenzimet impulsive duhen shmangur, sidomos ato që lidhen me dëshirën për të treguar veten. Një vendim i matur sot do të ndikojë pozitivisht në javët në vijim. Në dashuri, çiftet kanë nevojë për më shumë durim. Partneri pret vëmendje dhe jo dominim. Beqarët janë magnetik, por duhet të jenë të sinqertë që në fillim për qëllimet e tyre. Shëndeti lidhet me lodhjen fizike. Aktivitetet që djegin energji, si ecja e shpejtë ose ushtrimet funksionale, të ndihmojnë të ndihesh më mirë. Ushqimi i thjeshtë dhe gjumi i rregullt do të jenë thelbësor për ekuilibër tek dashi. Demi. Kjo ditë sjell nevojën për stabilitet dhe siguri. Ke dëshirë të ndihesh në kontroll dhe dita të favorizon nëse vepron me qetësi dhe durim. Nuk ka nxitim, por përparim të qëndrueshëm nëse nuk devijon nga planet e tua. Financat janë në fokus. Është një ditë e mirë për të rregulluar buxhetin, për të planifikuar ose për të menduar për investime të afatgjata pa marrë vendime të menjëhershme. Në çift kërkon siguri emocionale dhe stabilitet. Një bisedë e ngrohtë forcon më tej lidhjen tuaj. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush që ju jep qetësi dhe jo drama. Shëndeti përmirësohet përmes rutinës së rregullt. Ushqimet natyrale, perimet dhe produktet e freskëta do të jenë ideale për demin. Aktivitetet fizike si ecja ose ushtrimet e lehta do t'ju ndihmojnë. Gjumi duhet të jetë i rregullt. Binjakët. 7 shkurti është ditë dinamike për mendjen tuaj. Idetë ju vijnë shpejt, por sfida është të mos shpërndaheni. Nëse fokusoheni në një detyrë kryesore, dita do të bëhet më produktive dhe shumë e kënaqshme. Financat kërkojnë vëmendje ndaj detajeve. Lexo mirë çdo marrëveshje dhe shmang marrjen e vendimeve në nxitime sipër. Një informacion i vogël sot mund të ketë një rëndësi shumë të madhe më vonë. Në dashuri, komunikimi do të jetë çelësi. Çiftet përfitojnë nga një bisedë e hapur pa ironi. Beqarët kanë mundësi njohjeje përmes komunikimit dhe humorit që i karakterizon. Shëndeti është i mirë, por lidhet ngushtë me sistemin nervor. Pushimet e shkurtra gjatë ditës do të jenë shumë të nevojshme për binjakët. Ushqimi i lehtë dhe aktivitetet që kombinojnë trupin dhe mendjen, si yoga ose ecja, do të jenë teje të dobishme. Gjumi përmirësohet duke shmangur stimujt mendor në mbrëmje. Gaforja. Kjo ditë thekson ndjeshmërinë tënde emocionale. Ndihesh më i lidhur me njerëzit përreth, por edhe më i ndikuar nga atmosfera. Dita ecën më mirë nëse vendosni kufi të shëndetshëm dhe nuk merrni mbi vete problemet e të tjerëve. Financat janë të qëndrueshme, por kërkojnë më shumë vëmendje. Shmangni shpenzimet emocionale dhe fokusohuni tek nevojat tuaja reale. Në çift keni nevojë për siguri dhe mirëkuptim. Një gest i vogël dashurie gjatë ditës do të ketë shumë peshë. Beqarët janë reflektiv dhe mendojnë për atë që duan vërtet nga një lidhje, por nuk janë gati ta hedhin hapa drejt saj. Shëndeti lidhet me gjendjen tuaj emocionale. Ushqimet e ngrohta, pushimi dhe një ambient i qetë do të jenë thelbësor për mirëqenien e gaforres. Aktivitetet relaksuese dhe gjumi cilësor do t'ju ndihmojnë të ruani energjinë tuaj. Luani. 7 shkurti të shtyn të reflektosh mbi mënyrën si po e shpreh veten. Ke dëshirë të shkëlqesh, por dita kërkon më shumë përmbajtje dhe autenticitet. Kur je i sinqert, ndikimi yt është edhe më i fortë. Financat kërkojnë shumë kontroll të imtësishëm. Shmangini shpenzimet për imazh dhe fokusohuni tek gjërat që ju sjellin vërtet vlera në jetën tuaj. Në dashuri, çiftet kanë nevojë për vëmendje të ndërsjellët. Mos e merrni gjithçka si sfidë ndaj partnerit apo partneres suaj. Beqarët do tërheqin vëmendje, por duhet të tregohen selektiv dhe t'i marrin gjërat ngadalë. Shëndeti përmirësohet me aktivitet fizik.
Ushtrimet që ju japin energji dhe një ushqim i balancuar do të jenë shumë të rëndësishme për Luanin gjatë ditës. Gjithashtu, gjumi duhet të jetë i rregullt për të ruajtur vitalitetin dhe energjinë tuaj të lartë. Virgjëresha. Kjo ditë të ndihmon të vësh gjërat në rregull, jeni më të fokusuar dhe praktik. Dita është e favorshme për organizim dhe planifikim, por bëni kujdes të mos ngarkoheni emocionalisht. Financat janë të mira dhe të qëndrueshme sot, por një rishikim i shpenzimeve do t'ju sjellë qetësim mendore. Atmosfera në çift është e mirë, por do të kërkohet më pak kritik dhe më shumë mirëkuptim ndaj gjesteve që partneri ose partnerja juaj bën, pasi ndonjëherë ata ndihen sikur nuk vlerësohen mjaftueshëm. Nga ana tjetër, beqarët do të jenë të kujdesshëm dhe nuk nxitojnë sot të gjejnë dashurinë. Shëndeti lidhet ngushtë me rutinën. Ushqimi i rregullt dhe një aktivitet i moderuar do të jenë çelësi për mirëqenien tuaj. Peshorja. 7 shkurti sjell nevojën për ekuilibër emocional dhe vendime të qarta për peshoren. Mund të ndiheni të tërhequr mes dëshirës për harmoni dhe nevojës që ju të thoni të vërtetën. Dita ecën më mirë nëse nuk i shmangni bisedat e rëndësishme vetëm për të ruajtur qetësinë sipërfaqësore. Financat kërkojnë maturi. Nuk është ditë për shpenzime impulsive, sidomos për kënaqësitë e momentit. Një vendim i menduar sot të sjellë qetësi në ditët që vijojnë. Në çift, komunikimi i hapur dhe i sinqert do të jetë çelësi. Partneri ka nevojë për më shumë qartësi që të jeni të dy të drejtuar drejt qëllimeve të përbashkëta. Beqarët mund të kenë një njohje interesante përmes një bisede të sinqertë dhe të thellë. Shëndeti përmirësohet me aktivitet fizik të lehtë dhe një ushqim të balancuar. Gjumi gjithashtu kërkon disiplinë për peshoren, kështu që duhet të shmangni stresin mendor drejt mbrëmjes. Akrepi. Kjo është një ditë intensive në planin emocional për akrepin. Ju ndjeni gjithçka më thellë dhe kjo ju jep qartësi, por ndonjëherë ju lodh sepse nuk e menaxhoni siç duhet. Dita të kërkon të zgjedhësh me kujdes betejat emocionale dhe të mos reagosh menjëherë. Financat janë të qëndrueshme dhe të mira. Gjërat kërkojnë transparencë dhe ndershmëri, sidomos për marrëveshjet e përbashkëta. Është një moment i mirë të sqaroni çështje të vjetra. Në dashuri, sinqeriteti do të jetë thelbësor për akrepin sot. Çiftet përfitojnë nga bisedat e hapura, pa doreza, ndërsa beqarët do të tërhiqen nga persona misterioz, por duhet të ruajnë realizmin dhe të jenë me këmbën në tokë. Shëndeti lidhet me çlodhin emocionale. Aktivitetet që ju ndihmojnë të çlironi tensionin do të jenë shumë të dobishme për ju. Gjithashtu, gjumi i thellë dhe një ushqim i mirë do të jenë prioritet. Shigjetari. 7 shkurti të kërkon më shumë disiplinë se sa zakonisht. Energjia është e mirë, por pa strukturë mund të shpërndahet. Dita ecën më mirë nëse vendosni prioritete dhe ju përmbaheni planeve tuaja. Financat kërkojnë planifikim dhe vëmendje ndaj detajeve. Mos u mbështetni vetëm te optimizmi juaj, por tek faktet konkrete. Keni pasur shumë shpenzime së fundmi dhe duhet të ristrukturoni paratë. Në dashuri, bashkëpunimi dhe mirëkuptimi do t'i forcojë lidhjet tuaja. Beqarët do të tërhiqen nga njerëz me mendësi të hapur dhe me vizion të ngjashëm. Shëndeti është i mirë, por bëni kujdes nga lodhja. Ushqimi i balancuar dhe gjumi i rregullt do t'ju ndihmojnë ndjeshëm. Gjithashtu, përpiquni të lëvizni dhe të bëni aktivitete të lehta fizike, si një ecje në natyrë ose shtrishje të muskujve. Bricjapi. Kjo ditë për bricjapin favorizon përgjegjësinë dhe qartësinë në qëllimet dhe planet tuaja. Ju jeni të fokusuar dhe më praktik, dhe kjo ju ndihmon të përballoni detyrat me efikasitet. Dita ecën më mirë nëse i merrni gjërat hap pas hapi. Financat janë prioritet. Është ditë e mirë për planifikim dhe rregullim të buxhetit, pa marrë vendime të nxituara. Në dashuri do të kërkoni më shumë stabilitet dhe siguri nga partneri juaj. Çiftet kanë nevojë për prezencë emocionale, pasi partneri mund të ndihet i lënë pas dore.
Beqarët janë të rezervuar, por janë të jetë selektiv në njohjet që bëjnë. Shëndeti kërkon pushim cilësor, ushqim të rregullt dhe aktivitet fizik të moderuar. Gjumi do të jetë çelësi i energjisë për bricjapin. Ujori. 7 shkurti për ujorin është një ditë ku mendja punon me intensitet të lartë dhe sfida kryesore është ta kthesh këtë energji mendore në diçka konkrete. Ide të vinë shpejt dhe papritur dhe ke ndjesinë se mund të shohësh përpara të tjerëve. Megjithatë, dita të kërkon të mos shpërndahesh në shumë drejtime njëherësh. Sa më shumë fokus të vendosësh në një objektiv të vetëm, aq më qartë dhe produktive bëhet dita. Në planin e financave është momenti për analiza dhe vëzhgime. Mund t'ju lind një ide ose t'ju bëhet një propozim që duket interesant, por nuk është momenti të merrni vendime të menjëhershme. Në jetën sentimentale, komunikimi është tema kryesore. Nëse jeni në një lidhje, partneri ka nevojë të ndjejë se jeni vërtet të pranishëm, jo vetëm mendërisht, por edhe emocionalisht. Një bisedë e thellë pa ironi dhe pa mbrojtje e forcon lidhjen tuaj. Shëndeti lidhet me sistemin nervor, mendja aktive mund t'ju lodhet shumë. Është e rëndësishme të bëni pushime të shkurtra gjatë ditës. Peshqit. 7 shkurti është ditë introspektive për peshqit. Ndjeshmëria juaj dhe intuita funksionojnë si udhërrëfyes. Keni nevojë për qetësi, hapësirë emocionale dhe momente ku mund të reflektoni pa presion. Dita nuk ju shtym të veproni, por të kuptoni më thellë atë që ndodh rreth jush dhe brenda jush. Në aspektin financiar, dita kërkon realizëm. Mund të tundojeni të merrni vendime bazuar në ndjenja ose dëshira, por duhet të mbështeteni në fakte konkrete. Një qasje e ftohtë sot ju mbron nga gabimet që ndodhin për shkak të idealizimit të situatave. Në dashuri jeni veçanërisht romantik. Nëse jeni në një lidhje, keni aftësinë ta kuptoni partnerin pa pasur nevojë për shumë fjalë, por është e rëndësishme të mos supozoni se dini gjithçka. Ndonjëherë një pyetje e thjeshtë shmang keq kuptimet. Beqarët ndjen të tërhequr nga persona me thellësi emocionale, por duhet të jetë të kujdesshëm të mos idealizojnë dikë pa e njohur mirë. Shëndeti lidhet me gjendjen tuaj emocionale. Nëse ndjeni të lodhur pa arsye të qartë, kjo vjen nga migarkesa. Për të ndjekur horoskopin e ditës së sotme, shikoni videot tona të rubrikës Horoskopi Ditor. Faleminderit që na ndiqni. Bëni like, share dhe subscribe.